Pastor Driton, thuhet që Bibla është shkruar për njerëzve, aq sa kum lexu. Po ju e prezantoni që Bibla është për te shkrimit njerëzor edhe dorës njerëzore. Qysh artikuloni që tonë të një vesh që asë njerëz s'kanë dëgju për Biblën? Shumë pyetje me vend. Në fakt, këtu pikër qëndron bukuria e saj. Bibla kishte ndryshuar jetat e qindra e mira njerëzve përgjatë historisë së njerëzimit. Gjërat që janë thënë në të kanë transformuar shoqëri të ndryshme, kanë transformuar popull të ndryshëm përgjatë historisë. Dhe prandaj me të drejtë ajo historikisht u quajt mbretëresha gjitha librave. Libri më i përkthyer, më i botuar, më i publikuar ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Mbetet kështu edhe sot, më i përhapuri, më i lexuari, më i kërkuari, më i shkarkuari për gjitha librave të tjerë, mbretëresha librave. Çfarë bën Biblën të veçantë është pikërisht kjo. Bibla ishte shkruar nga njerëzit në kohë edhe në periudha të ndryshme, në etapa të ndryshme të historisë për një periudhë mijavjeçare. Pra, nuk ishte një libër që ishte shkruar sot në një qytet, brenda një qyteti nga 2, 3, 4, 5 njerëz të ndryshëm, ishte shkruar në periudha të ndryshme të historisë, në vende të ndryshme, në popujve të ndryshëm, kulturave të ndryshëm dhe njerëzve të ndryshme, dhe kështu duke përçuar vetëm një mesazh. Dhe mesazhi ishte i njëjti që nga fillimi deri në fund. Në fillim e shohim krijimin, Zoti kishte krijuar gjithçka, rënien e njeriut në mëkat, nevojën e njeriut dhe premtimin e Zotit për të çliruar ata, qysh në kohën kur njeriu ra në mëkat, orvatjet e përpëlitjet e popullit për të çliruar nga mëkati dhe asnjë duke mos u dalur, planin e Zotit të përmbushur, ardhin e Jezus Krishtit dhe kishën e tina si shpresë për njerëzimin. Dhe kjo është përmbledhje e shkuar për epoka të ndryshme me një mesazh të vetëm. Për njerëzve, por që Bibla thot, i tërë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia. Një harmoni e përkryme periudhave të ndryshme, duke përçuar një mesazh, transformimin, ndryshimin e njeriut dhe afrimin e tij tek Zoti.